بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فلندريم dhe lavdrimet qofshin për Allahun xhalla wa ala. Salata dhe selamet qofshin për Muhammed Mustafan, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Me lejnë Allahut xhalla wa ala fillojmë me dersin e ri udhëtimi drejt ahiretit, seri të cilën e kemi emërtuar kështu. Javën e kaluar kemi fol disa çështje apo me thonë si parahyrje në këtë temë. Insha Allahu Taala sot fillojmë me shpjegimin e përmbajtjes apo asaj që kemi para për të shpjeguar ditën e sotit. Thamë atë ditë se këtë seri me lejnë Allahu Gjelle wa Ala e kemi ndarë në 3 kapituj kryesor. Kapitulli i parë ka të bëjë me kiametin e vogël, kapitulli i dytë ka të bëjë me kiametin e madh. Kiameti i vogël është për shembull vdekja edhe gjëra që ka vinë pasaj në jetën e varrezave. Kiameti i madh ka për qëllim shenjat e kiametit, shenjat e mëdha, të cilat ndodhin para se të ndodhë dita e kiametit. Pastaj kapitulli i tretë ka të bëjë me ringjalljen edhe gjëra që ka vinë pas ringjalljes. Pasi që kapitulli i parë ka të bëjë me kiametin e vogël gjithsesi me vdekjen, paraprakisht është e udhës që ti kuptojmë disa gjëra në cilat kanë të bëjnë kryekpot me këtë çështje, ta kuptojmë se çka është shpirti, çka është jeta, çka nën kuptojmë pastaj me vdekje, pastaj jetën e varrezave në përgjithësi. Me lejnë Allahu Gjelle wa Ala, sot i kemi parapar disa çështje që kanë të bëjnë me shpirtin. Kjo e para se çfarë dim na për shpirtin. E dyta ka të bëjë me ato se shpirti është i krijuar ajo. E treta ka të bëjë me shpirtin, është i krijuar ajo. E treta ka të bëjë me lidhshmëritë që i ka shpirti me trupin gjatë etapave të jetës së tij, edhe e katërta a vdes shpirti apo nuk vdes. Domethënë, këto janë meselet kryesore në ditën e sotit. Pastaj me lejnë Allahu Gjelle wa Ala, javën e ardhshme fillojmë me temat që kanë të bëjnë me vdekjen, formën se si nxjerret shpirti prej trupit, pastaj jetën e varreza, shpërblimin ose dënimin në varr, çështjet sa dëgjojnë të vdekurit ajo, shpërblimet që i marrin ata prej gjallëve e kështu me radhë. Fillimisht tek çështja e shpirtit, besoni kur hyn njëri me lexuar këtë fushë është kogja mesele e koklavitur, nuk është mesele e lehtë, se mendimet janë të shumta, trajtimet e dietarëve janë të ndryshme, format se prej cilit kanë këshirë ata këtë mesele bejagi lyp shmethonën fokusim të theksuar rreth kësaj çështje, edhe në mos me u zhyt në ato të cilat nuk janë të përmendura në argumentet qofshin ato të Kuranit apo sunetit, se devijimet janë të lehta pastaj. Parimisht, Allahu Gjelle wa Ala tregon në surën El Isra se disa prej jehudëve, përderisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte i mbështetur për një murit një kopshti në Medinë, kanë ardhur dhe kanë pyet për shpirtin. I kanë thonë se çfarë din për shpirtin te Muhammed. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk është përgjigj fillimisht derisa i ka zbrit një ajet prej ajeteve të surës Al-Isra, ku Allahu Gjelle wa Ala thot: "Wa yas'alunaka 'anir ruh."
Qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Ty o Muhammed do të pyesin ata për shpirtin. Thuaj kjo është çështje e Zotit, edhe për të nuk u është dhënë juve dije vetëm se pak. Andaj çdo hulumtim i thelluar rreth kësaj çështjeje është e lashe. Pasi që Allahu Gjelle wa Ala për çështjet e shpirtit pak na ka dhënë dije neve. Mirë po, në bazë të kufive që lejohet me u hulumtu, dietarët kanë folë se çka synohet me fjalën shpirt. Ar-ruhu, kur të përdoret në gjuhën arabe, çka synohet me ta. Dietarët kanë përmendur se me fjalën ruh në gjuhën arabe synohen disa kuptime. Kuptimi i parë, fjala ruh do të thot jetë. Fjala ruh, një prej kuptimeve të saj në gjuhë, do të thot jetë. Ndërsa kur kanë folë tek jeta, tek gjërat apo tek gjallësat, i kanë nda kuptimin e fjalës ruh në dy aspekte. Me një aspekt, kanë thonë synohet çdo gjë që lëviz, edhe në aspektin tjetër synohet zhvillimi. Çdo gjë që lëviz, për shembull tek njerëzit, tek kafshët, tek shpezët, kur thuhet, yani fjala ruh kur përdoret për këto, ka për qëllim lëvizjen e tyre edhe avancimin e tyre, në rregull. Ndërsa kur të flitet për fjalën a kuptimin e fjalës ruh tek bimët, ka për qëllim zhvillimin e tyre. Ka për qëllim zhvillimin e tyre, se çysh rriten edhe çysh zhvillohen, në rregull. Thoshnja në barkun e nonës i ngarkan të dy këto kuptime. Kuptimin e zhvillimit para se t'i fryhet shpirti prej melekut që vjen. Ndërsa kuptimin e lëvizjes pastaj pasi t'i fryhet shpirti në barkun e nonës. Gjithashtu fjala ruh në argumentet sheriatike përdoret edhe për Gjibrilin. Thot Allahu Gjelle wa Ala, nazala bihi ruhul amin. Nazala bihi ruhul amin. Me këtë shpallje ka ardhur besniku i drejti, që synohet me ta Gjibrili. Gjithashtu me fjalën ruh në argumentet e Kur'anit dhe Sunetit është përdor edhe për shpalljen. Është përdor nga një herë për forcën edhe fuqinë. Ka thonë Allahu Gjelle wa Ala, wa ayyadnahum, këtë rast është për qëllim për Gjibrilin, wa ayyadnahum bi ruhi al-Qudus, i kemi ndihmu me Gjibrilin ata, ndërsa në një argument tjetër, wa ayyadnahum bi ruhim minhu, Allahu Gjelle wa Ala thot se ata, do thot ata cilët kanë besu Allahu Gjelle wa Ala, i kemi ndihmu me fuqin e tyre. Gjithashtu fjala ruh përdoret edhe për shpalljen. Allahu Gjelle wa Ala shpalljen në Kur'an e ka përmend edhe si ruh. Thot në Kur'an, wa auhajna ilejka ruham min amrina. Na o Muhammed, ta kemi zbritur ty këtë shpallje prej neve. Shpallje e cila i ngjall shpirtrat e besimtarëve. Në rregull. Ndërsa kur është fol për kufizimin e shpirtit. Dietarët kanë dhënë lloj mendime. Ajo rreth të cilës kanë rënë ujdi dietarët e vjetër, janë disa përkufizime që i bën Sheikhul Islam Taymiyya rahimahullah në Majmu'u al-Fatawa. Unë po i lexoj fjalët e hoxhës edhe më mundu me i përkthy dal nga dal. Thot Allahu më shiroft, wa madhhabu as-sahaba wat-tabi'in والتابعين لهم بإحسان وسائر سلف الأمة وأئمة السنة أن الروح عين قائمة بنفسها تفارق البدن وتنعم وتعذب
lejset hiya al-badanu wala juz'an min ajza'ihi. Thot mendimi i sahabeve, i tabiinëve që erdhën pas tyre, si dhe të gjithë dietarëve të hershëm të ummetit dhe imamëve të sunetit, është se shpirti është një qenje reale që ekziston në vetvetijo, i cili ndahet nga trupi dhe përjeton kënaqësi ose dënim. Ai nuk është trup e as pjesë e trupit. Nuk është trup e as pjesë e trupit të tij. Dhe me që Imam Ahmedi rahimahullah thot ka pohuar këtë mendim, ashtu si që pohuan edhe dietarët e hershëm, tek nxënësit e tij nuk gjej mos pajtim rreth këtij përkufizimi. Që të gjithë janë të pajtimit në përkufizimin e shpirtit në këtë formë. Ndërsa në një vend tjetër thot kështu: "Was-sawabu annaha laysat murakkabatun min al-jawahir al-mufradati wala min al-madati was-surati wa laysat min jins al-ajsami al-mutahayyizat المشهودة المعهودة وأما الإشارة إليها فإنها يشار إليها وتصعد وتنزل وتخرج من البدن وتسل منه كما جاءت في ذلك النصوص ودلت عليه الشواهد العقلية." Dhe e saktë është se shpirti nuk është i përbërë nga substanca të thjeshta e të ndara, e as nga materie dhe forma, dhe nuk është prej llojit të trupave që kanë vend dhe përmos, të cilat shihen dhe njihen në mënyrën e zakonshme. Ndërsa sa i përket tregimit apo të bërit me shenjë ka ai, ajo mund të tregohet, ngritet dhe zbret, del nga trupi dhe nxirret prej tij, ashtu siç kanë ardhur tekstet e Kur'anit edhe hadithet profetike, e një gjë të tillë e dëshmon edhe logjika e shëndosh. Ndërsa nëse pyesim për vendin e shpirtit se ku qëndron ai, Sheikhul Islam Taymije përgjigjet kështu: "Fala ikhtisasa lir-ruhi bi shay'in min al-jasadi, bal hiya sa'iratun fi al-jasadi kama tasri al-hayatu allati hiya 'aradun fi jami'i al-jasad, fa inna al-hayata mashrutatun bir-ruhi, fa idha kanat ar-ruhu fi al-jasadi kana fihi hayatun wa idha faraqathu ar-ruhu faraqathu al-haya." Thot nëse pyetemi se ku qëndron shpirti në trup, themi prandaj shpirti nuk është i kufizuar në ndonjë pjesë të caktuar të trupit, por ai përshkon të gjithë trupin, ashtu siç përshkon jeta, e cila është një cilësi në tërë trupin, sepse jeta është e kushtëzuar me shpirtin. Kur shpirti është në trup, atëherë në të ka jetë. Edhe kur shpirti ndahet prej tij, atëherë edhe jeta ndahet prej trupit. Me një fjalë, nuk mund të ekziston njeriu pa përbërjen e këtyre dy komponenteve, pa trupin edhe shpirtin. Në atë moment kur shpirti largohet prej trupit, e që siç e përmend Sheikhul Islam Taymije në këtë rast, që nuk ka ndonjë vend të caktuar që rrin në të. Për shembull, me thonë në trunin e njerit ose në zemrën e tij, ose në këmbën ose kështu, mirë po, me një fjalë është jeta me cilën njeriu lëviz. Në çat moment kur shpirti nxjerret prej trupit, atëherë automatikisht nuk ka jetë më njeriu. Në rregull, shpirti është i krijuar apo jo? Dietarët kanë diskutuar rreth kësaj mesele. Ekzistojnë mendime të ndryshme të dietarëve. Ajo që është më e qelluara edhe kanë rënë ujdi të gjithë dietarët e ummetit islam, të ehli sunnetit edhe xhamatit, është se shpirti është i krijuar sikur është i krijuar çdo gjë tjetër. E këtë ujdi të dietarëve e kanë përmend shumë prej hoxhallarëve të vjetër, duke filluar prej Marwaziut rahimahullah, Ibn Qutaybes, pastaj të poshtë Sheikhul Islam Taymije, Ibn al-Qayyimi, Abu al-Izz al-Hanafi, e krej dietarët e ehli sunnetit edhe xhamatit. Thonë se shpirti është i krijuar. Shpirti është i krijuar. Edhe për këtë arsye apo për këtë çështje rreth kësaj mesele janë argumentu me argumentet Kur'anit edhe të sunnetit me disa forma të argumentimit. E para
Allahu Jalla wa Ala në Kur'an thot Wallahu khaliqu kulli shay. Allahu Jalla wa Ala ka krijuar çdo gjë. Sa herë në argumentet e shariatit, kur të vjen kjo formë e ligjërimit, do të thonë formë përmbledhëse, Allahu Jalla Jalaluhu ka krijuar çdo gjë. Nuk mundet me u përjashtu diçka prej kësaj çështje që Allahu e ka përmbledh vetëm se me ndonjë argument specifik. Vetëm se me ndonjë argument specifik. Tash edhe tru, edhe shpirti është prej gjërave të përgjithshme që Allahu Jalla wa Ala i ka krijuar. A ka ndonjë argument që e specifikon shpirtin edhe thotë jo se shpirti nuk është i krijuar? Nuk ka argument tillë. Por derisa nuk ka argument tillë, atëherë mbetemi në bazë, e baza është çka? Se Allahu Jalla Jalaluhu ka krijuar çdo gjë. E dyta, Allahu Jalla Jalaluhu Zekerias, kur Zekeria alayhi salam ankohet se Allahu po e furnizon me fëmijën pleqërinë e tij, thot o Zot, qysh unë me pas fëmijë kaq i shtyrë në moshë, edhe gruaja ime është e lodhur, Allahu i drejtohet me fjalët wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a. Unë kam krijuar edhe ty më herët, atëherë kur nuk ishe asgjë. Kam krijuar edhe ty më herët, atëherë kur nuk ishe asgjë. Zekeria apo njeriu si njeriu, a mundet me u konsideru i gjallë nëse nuk ka shpirt? Jo. Do të thonë nëse ekziston vetëm trupi, pa shpirt s'mundet me ekzistu. Në rregull, në këtë rast Allahu Jalla wa Ala kur i thot Zekerias wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a, kuptimi i saj ose të kam kriju ty trupin tënd edhe shpirtin tënd, atëherë kur ti nuk ishe asgjë. Do të thonë forma e dytë e argumentimit është se i drejtohet se ti nuk ishe për të ekzistuar sikur mos unë të kisha krijuar, mos kisha krijuar shpirtin edhe trupin tënd. Forma e tretë, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allahu thënë në Kur'an, Allahu ju ka krijuar juve edhe atë që ju e punoni. Automatikisht në krijem hyn edhe shpirti edhe trupi i njeriut. Thot Allahu gjithashtu wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Ne ju krijuam, pastaj ju dham formën, e mandej engjëjve ju tham bëni sejdë për Ademit. Kur Allahu Jalla wa Ala ju ka thonë engjëjve bëni sejdë për Ademit, disa kanë thonë kur Allahu Jalla wa Ala ka kriju trupin edhe shpirtin e tij. Kjo është mendimi shumicës ulemave. Disa kanë thonë kur Allahu Jalla wa Ala e ka kriju shpirtin e tij ende pa e kriju trupin. Është mesele bejagi interesant, një çështje sa është i krijuar shpirti përpara është i krijuar trupi. Mirë pa ajo është mesele që ndoshta mundet me u trajtu ligjëratat e më vonshme. Mirë po sido që t'jetë ky ajet, në qoftë kuptimin e parë, që Allahu i ka urdhëruar me laçet, kur Ademi ishte trup edhe shpirt, kur e kishte krijuar trupin dhe shpirtin e tij, ose i ka urdhëruar me laçet kur Allahu Jalla wa Ala kishte krijuar vetëm shpirtin e tij, sido që t'jetë, ajeti nënkupton atë se shpirti është i krijuar. Çështja tjetër është surja El-Fatiha, surja e parë e Kur'anit. E ngërthen në vete meselen e asaj se shpirti është i krijuar. Unë e kam përmend shpesh herë. Nga një herë kalon ai mesele tek ti, edhe nuk din, për shembull, a ka argumente kuranore apo hadithe profetike rreth asaj mesele, nëse ti nuk fokusohesh krye këput me hulumtu atë. Për shembull, me thonë tash se shpirti është i krijuar, mundemi me nxjerr prej Fatihatul Kitab, prej Elhamit, a kisht mujt në kosh për shembull deri para këtij trajtimi me thonë po valla. Elhamdulillahi Rabbil Alamin.
Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina as-sirata al-mustaqim. Çysh nxjerrën për shembull prej Fatihatul Kitab atë se shpirti është i krijuar? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Çto ka mesela? Cila është falënderimi qoftë Allahut krijuesit të botrave. Në që të përgjithësin krijimin e botrave hyn edhe shpirti pa fije dyshime. Sa dhe shpirti është botë në veti. Allahu Gjelle wa Ala po thot krijuesin e gjitha botrave. Atë hyn edhe bota e njerëzve, atë hyn edhe bota e gjinëve, edhe çdo botë që Allahu Gjelle wa Ala ka krijuar. Dhe më thonë në këtë rast, në këtë mesele, hën rububijeti Allahu Gjelle Gjelaluhu. Pastaj Allahu Gjelle wa Ala në Fatihatul Kitab thot Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ty të adhurojmë edhe vetëm prej teje kërkojmë falje. Këtë çështje të Fatihatul Kitab se shpirti është i krijuar, kisha pas qef me lexuar një paragraf që me thonë kam bënë përmbledhje të përgjithshme që mos me hyjë në çdo ajet me detajuan. Kam thonë surja e parë e Kur'anit përbën argument të qartë se shpirtat janë të krijuar dhe kjo mund të vërehet në disa aspekte. Allahu është krijuesi të gjitha botrave, e ndërtoben pjesë edhe shpirtrat tanë. Këta shpirtra kanë nevojë për udhëzim, për ulje dhe për xherim para Allahu Gjelle Gjelaluhu. Sikur mos të ishin të krijuara, atëherë do të duhej të adhuroheshin dhe të kërkohej ndihmë atyre. Gjë që është e pavërtetë. Gjithashtu shpirtat kanë nevojë për udhëzim dhe orientim në rrugën e drejtë. Prandaj ndaj i lutemi vazhdimisht Allahu duke thënë udhëzona në rrugën e drejtë, ihdina as-sirata al-mustaqim. Ndër këta shpirtra ka të atill që Allahu i ka udhëzuar. Ka të tjerë që kanë devijuar nga rruga e drejtë, si dhe të tillë ndaj të cilëve Allahu Gjelle Gjelaluhu është i hidhruar. Kjo tregon qartë se ata janë krijesa të nënshtruara ndaj vullnetit dhe caktimit të Allahu Gjelle Gjelaluhu. Shefni do më thonë edhe në Fatihatul Kitab ka argument se shpirti është i krijuar. Gjithashtu, Allahu Gjelle wa Ala në surën El-Insan fillim thot Hal ata ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Vërtet ka kaluar thot një periudhë e gjatë kohore që njeriu nuk ekzistonte fare si një diçka i përmendur. Që njeriu nuk ekzistonte fare si një diçka i përmendur. Në atë moment kur Allahu Gjelle wa Ala ka krijuar atë, gjithsesi trupin dhe shpirtin e tij ka filluar të përmendet. Sikur të mos ishte shpirti i krijuar, po të ishte apërvesh i përhershëm, pa fillim e mbarim atëra kishte me ekzistuar edhe në çet kohën kur nuk ka përmend. A është e qartë? Gjithashtu Allahu Gjelle wa Ala prej haditheve që flasin për edhe dëshmojnë për këtë se shpirti është i krijuar, është një hadith cilën e shënon Imam Buhariu rahimahullah nga Imran ibn Husain, i cili thot kanë ardhur disa njerëz prej Yemenit tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ju drejtuan duke i thënë: O i dërguari i Allahut, kemi ardhur për ta mësuar fen dhe të pyesim për gjithësinë, gjithsesi fillet e saj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: ishte Allahu atëherë kur nuk ekzistonte asgjë posti. Ishte Allahu Gjelle wa Ala atëherë kur nuk ekzistonte asgjë posti. A thua vallë sikur ti kish ekzistuar shpirti, a kishte më përgjigj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë formë. Krejt që to janë argumente të cilat tregojnë se shpirti është i krijuar edhe për këtë arsye ekziston ujdi konsenzues i dietarëve të ehli sunnetit edhe xhamatit se shpirti është i krijuar. Ibnul Qayyim rahimahullah në librin e tij mbi shpirtin, format e argumentimit për krijimin e shpirtit dikon i përmend 13 forma. Disa prej tyre që i përmendëm këtu, e disa të tjera i përmend në mënyrë më të detajuar. Gjithashtu në librin e tij Ar-Ruh, pastaj krejt prej dietarëve çka kanë ardhur më vonë,
edhe Ebu Izz al-Hanafi rahimahullah, komentuesi i librit Al-Aqida Tahawiyya, që është një prej librave bazë të besimit të Ahlis Sunnetit dhe Xhamatit, për një hoxha të madh Hanafi, Ebu Ja'far al-Tahawi, e që ka komentuar Ebu Izz al-Hanafi vonë komplet kryekpot këtë mesele merr për Ibn al-Qayyim të përmend të libri i vet, që tregojnë për lidhshmëritë e shpirtit me trupin. Ka thonë një ka 6 forma. A thotë 6 etapa kur shpirti lidhet ngushtë me trupin, posaçërisht e etapa e fundit. E para është ta'alluquha bihi fi batn al-ummi janinen. Lidhshmëria e trupit me shpirtin përderisa është në barkun e nënës së tij. Domethënë në foshnja. Kur është duke u zhvilluar në barkun e nënës, atëherë ka lidhje të trupit me shpirtin. E dyta, pas lindjes së tij në tokë. Ne sot që jetojmë, ke shpirt edhe ke trup. E treta, është lidhja e shpirtit me trupin gjatë gjumit. Që shpirti është i lidhur me trupin me një formë, e me një formë tjetër është i ndarë. Është i lidhur me trupin se jeton hala, ndërsa në formën tjetër është i ndarë, për shembull ëndrat që i sheh, të mira që i përjeton, trishtimet që i përjeton e kështu me radhë. Do të thënë njeriu i përjeton me shpirt e nuk i përjeton këtë gjëra me trup. Gjithashtu lidhja e trupit me shpirtin e katërta në barzakh, në periudhën e varrezave. Se na kemi mësuar meselen inshallah javën e ardhshme, ku qëndron shpirti përderisa njeriu është në varreza. A qëndron lart, a qëndron në varr, çfarë forme ekziston lidhshmëria? Domethënë, edhe në këtë periudhë ekziston një lidhje mes trupit edhe shpirtit. Se me vdekjen e njeriut nuk është ndërprej lidhja mes trupit dhe shpirtit të tij. Që e perceptojnë disa. Se shpirti del edhe nuk kthehet më në trup deri në ditën e Kiametit. Ekziston një lidhshmëri që inshallah taala e shpjegojmë javën e ardhshme, edhe e fundit e që është lidhja më e ngushtë e trupit me shpirtin është pas ringjalljes. Atëherë kur nuk ka ndarje më. E sheni gjatë 5 parave ka lidhje dhe ka ndarje. Ama forma e 5 e lidhshmërisë së shpirtit me trupin është pasi të ringjallet njeriu, atëherë më nuk ka fund. Edhe për këtë arsye rrjedhimisht është mesela e fundit për sot se shpirti a vdes a nuk vdes. Çka mërmenja? A vdes shpirti a nuk vdes? Zbesa. Nëse themi se shpirti vdes në kuptimin që përfundon, çështë nuk vdes shpirti. Ama nëse themi, nëse synohet me vdekje, ndarja e shpirtit prej trupit, po. Tash këtë dynjë, përderisa duke jetu ti, çatë moment kur shpirti ndahet prej trupit, ka vdekje. Ka vdekje mirë, po nuk ka vdekje në kuptimin që përfundoj çdo gjë. Mirë, po ka vdek trupi i jot, është ndash shpirti në realitet për me ardha me u bashku një herë. Se shpirti s'ka fund. Ka fillim ama s'ka fund. Se janë meselet e fundin që tematik shka kemi trajtu, kur banorët e xhennetit vendosen në xhennet, e kur banorët e xhehenemit vendosen në xhehenem, edhe përfundon çdo gjë, atëherë vjen vdekja, edhe prehet në formë të dashit, që ka më u trajtu inshallah në fund kësaj ligjërat, kësaj serie, prehet edhe therret, edhe thret një zë edhe thot: o banorët e zjarrit, për juve tani më ka përjetësi edhe nuk ka vdekje. Allah i na rujt. Edhe o banorët e xhennetit, për juve tani ka përjetësi edhe më nuk ka vdekje. Pastaj janë meselet kur e shohin Allahun xhalla wala banorët e xhennetit, edhe thonë Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Janë mesele interesant, inshallah, kadal vazhdojmë javën e ardhshme
edhe I kuptojmë me lejen e Allahu xhalla wala, inshallah mirë edhe drejt. Allahu ju ruajt, wa aqulu qawli hadha, astaghfirullaha li wa lakum.